ngushëlluesi i Izraelit. Dhe ja, në Jeruzalem ishte një njeri që quhej Simeon. Ky njeri ishte i drejtë dhe priste ngushëllimin e Izraelit, dhe fryma e shenjtë ishte mbi të. Mjeku Luka, në përshkrimin e tij historik rreth lindjes së Krishtit, na tregon rreth një far Simeoni, një njeri i përditshëm i cili kishte studiuar me zell profecitë mesianike. Duke shërbyer në tempullin e Jeruzalemit, ai sheh një familje të re që sjell djalin e tyre para lindur për t'ia dedikuar Zotit. Simeoni, i frymëzyer nga fryma e shenjtë, u befasua që foshnja që po i prezantohej Zotit ishte ngushëllimi i Izraelit, ai të cilin kishte dashur aq shumë ta shihte. I ngazëllyer nga kjo zbulesë, Simeoni bëhet besimtari i parë që e njeh dhe e quan Krishtin ngushëllues e Izraelit. Plotësisht i bindur që në fund ka parë ngushëllimin e Izraelit, Simeoni e mori me krah foshnjën dhe ja prezantoi atë Perëndisë. Ndërkaq një gëzim që s'e kishte provuar kur më parë përshkoi të gjithin. Në një vegim të papritur, Simeoni sheh foshnjën Krishtin që erdhi si dritë për të ndriçuar kombin dhe lavdinë e popullit të Zotit. Për Simeonin, Krishti është ai i cili do të sjellë ngushëllimin dhe të lidh plagat e atyre që kanë zemrën e thyer. Ashtu si të gjithë portretet e tjera të mrekullueshme të Jezusit, edhe ky ka një kuptim të veçantë midis besimtarëve gjatë çdo epoke të njerëzimit. Sot, ashtu si ditën e Simeonit, Jezus Krishti është dhe mbetet ngushëllimi i Izraelit shpirtëror. Pali e ka shprehur këtë shumë saktë duke thënë që Krishti për ne është ngushëllues i fortë. Në çdo problem dhe në çdo vështirësi, Jezus Krishti është ngushëlluesi ynë i fortë. A mund të kemi një inkurajim më të madh se sa premtimi i Jezusit? Nuk do të lë, nuk do të braktis. Krishti, ngushëlluesi i Izraelit, erdhi për popullin e vet. Për ata nuk e pranuan atë. Krishti tani duhet të gjejë enë të reja për t'i mbushur me verë. Çfarë paqe na jep fakti që Krishti është ngazëlluesi ynë i fortë? Lutja ime sot: O Zot, më inkurajon fakti që Jezusi është ngushëlluesi im. Amen.